Përshëndetje Traklak në esime që në të jo, të Lutina, të jo në emisionin Reload dhe faleminderit që rrugtoni me neve dhe këtë edicion Power to HR-it. Unë sa e përmenda pak ma herët që unë me Giljen e kom pas, po Power to HR po vjen edhe këtë vit me 2 ditë shumë interesante. Unë e prezentova pak a shumë. A mund është më nga të regu për krejt ata që nuk jënë të e kuptu halja, ose jënë të e ndëgju për herë të parë, Global to Summit, Power to HR, për çka është arsyeja që bëhet, cila është esenca, ku doni me arrit? Po pra këtë vit, si që përmendë dhe te jemi 2 ditë, për dallim për vitit kaluar ku kemi pas vetëm 1 ditë edhe për shkak se njerëzit pjesëmarrësit e kanë shiju aq shumë edicionin e kaluar, kanë kërkuar që me qenë hala më i gjatë dhe na kemi punu shumë më intensivisht për mi sjell 100 falës në Kosovë edhe për kompanive globale, botërore të ndryshme. Kështu që këtë vit kemi mbi 80 sesione të ndryshme. Është një eksperiencë shumë e bukur që vjen në 2 ditë, në sesione shumë interaktive në skenat ndame që funksionojnë paralelisht, edhe kështu që është ideja me ardhë, me mësu, edhe me zgjeru rjetin tëmë profesional, pra me i taku ma të miret, jo veç të industrisë burime njërzore, po të biznesit, të fushës e teknologjisë, të fushës e marketingut, pra gjithë shka që lidhet me të ardhme në punësimit. Halja kanë në Kosovë nështë ta kompani që nuk i dhonë qa shumë rëndësi burimeve njerëzore, nështë ta nuk e ka një të punësum të tilë. Në kompaninë e tyre, sa është i rëndësishme dhe sa vinë, sa kanë qimë me vitin e kaluar nëse bëni krahasem, sa janë të interesum pikërisht ta persona që e kanë këtë profesion, me marrë pjesë në kësaj samite. Kemi interesim shumë atë madhë, veç vitin e kaluar kemi pas mbi 800 pjesëmarrës, pra nëse e krahasojmë për edicionit parë, kur e kemi kriju si një summit, si një vlerë të shtume për komunitetin e burimeve njerëzore në vend, kemi pas 350 pjesëmarrës në vitin e parë, kurse tash në vitin e kaluar në edicionin e tretë kemi shku mbi 800 pjesëmarrës, ndërsa numri është akoma më i madh, mbi 1000 pjesëmarrës të interesum i kemi veç deri tash sa po flasim. Me që po vinë edhe falës të burimeve njerëzore nga kompani si Google, kompani si Salesforce, OpenAI, pra ChatGPT-a, me cilin na u ka bo për detyrshmëri edhe me komuniku, kompani si Zoom, si Viber, si Microsoft, pra kompani shumë të njoftuna, po vinë profesionist për këtyne kompanive edhe nga Google, edhe shqiptar, madje që punojnë këto kompani si Amazon, po vinë me nda një orit e tyne, na kemi punu shumë që disa muj, veç me i binda ta dhe me arë në Kosovë, edhe me sjell ekspertizën e tyne. Pra interesimi është shumë i madhë dhe shumë kompani po e fuqizojnë ekipin e burimeve njerëzore, shumë kompani po e shojmë që nuk e kam vetëm një punajnës që i krynë punët e një profesionistit burime njerëzore, kanë ekipet të tona, gati 5 persona në ekip për shkak se korporatat të mdoja po i kushtojnë sot ma shumë se kur rëndësi mbajtjes e talentve, fuqizimit të ekipeve, veç ma sot ku po mundohen me kriju një atmosferë të mirë të punës, që mi u kriju edhe beneficione, edhe ku ka ma mirë se me mësu për i kompanive, cilat tash ka njerëz të cilat 16 vite kanë punu në fushën e burimeve njerëzore, e na kemi nisë shumë vonë me integru në kompani tona, kështu që na mundemi me mësu qa po vjen sot, shumica e tema lidhen edhe me AI-in, me inteligencën artificiale. Ka shumë në botë po flitet se sa inteligencë artificiale ka më ndiku profesionet tona, e veç se ka nisë më ndiku. Ka dhe shumë kompani në Kosovë, cilet e kanë zvoglu numrin e stafit tyne, për shkak se tash po i automatizojnë disa procese, shu që na aty kemi me mësu primat mirëve cilet po punojnë, po bajnë politika lidhën me inteligencën artificiale, kanë me na të regu qysh ata e kanë integru në kompanit të tyne, sa jemi të rizikum, apo sa muj me fuqizu AI në profesionet tona, që që kemi si HR Summit global, po nuk është veç për HR-in, është për këndo që merret me biznesat, me këndo që merret me teknologjin, edhe me inovacionin, edhe me këndo që merret me marketingu, për shkak se besojmë që këtu 3 shtylla janë bazamenti i çdo kompanie, pra gjithçka lidhet me biznes, me partneritet, gjithçka lidhet mandej me teknologjinë, gjithçka
që integrojmë në punët tona është teknologjia, kurse gjithçka tjetër po ashtu lidhet edhe me njerëzit. E njerëzit është mënyra qysh e organizojmë një ekip, mënyra qysh organizoheni ju me bë këtë emision, apo kushdo që organizohet me bë një projekt caktuar. Kështu që nëse dojmë me mësu ma thellë për profesionin ton, kjo është mundësia më e mirë. Politina që ka i kushtojmë na shumë rëndësi është edhe rrjedhimi, për shkak sidomos kur po flasim në kohën e AI-it, ku shumë po ndryshon edhe mënyra që na e bojmë profesionet tona, ka shumë rëndësi edhe ai një njerëzit të duhur, sepse një rrjet i mirë profesional mundet mundsu me u gjinë ma letë, me bo partneritetet e duna, kështu që kemi shumë kompani cilat po vinë edhe si ekspozus, që kanë shtandin e tyne, i ofrojnë shërbimet e veta. Kemi po ashtu edhe shumë coworking space, ku janë 2 ditë, ndoshta jo gjithkush i ka 2 ditë me u largu prej zyre, sepse ka edhe punë të tjera. Mundet me marrë përveç si ta kanë edhe kolegët e tu, ki mundesh me nda 2 orë, 3 orë me laptop, me kry punë që të kanë met pa i kry. Ka shumë hapësira ku mundesh me u taku, edhe që ka është më rëndësisht me muj me diskutu, edhe që funksionon aplikacioni që shmujnë me u lidhë këta njerëz me zvete. E kemi një aplikacion Power to HR, ju që vini aty dhe krejt ata që kanë shprej interesimin, i listojnë interesat e tyne. Për shembull Lutina është interesuar për media, PR, moderim, edhe mandej dikush i cili ka interesa ma shumë me taku ose me lidh një partneritet me dikant fushës e media, ja qëtë aplikacioni automatikisht. Ta bëni takim. Veç vitin e kaluar, 1000 takime janë organizuar brenda Power to HR-it prej aplikacionit. Mundet me ta automatizu, me ta kriju një takim, por në anën tjetër është edhe si një LinkedIn. Mundesh me gjetë një abo connect, edhe mundesh me shkru, ose një speakerit Google, dënë me marrë një këshill për ti, mundesh me rezervu një sesion që i shkruan e ta kanë, ja bën një pyetje aty drejt për drejt, e pi një kafe me atë person, kështu që është mundësia më e lehtë me thyat akullin e rrjedhimit e takimit me njërin tjetrin. Edhe mos me tra me taku, ndoshta ka me pas shumë njerëz, se përmendë numrin deri në 1000 ka shku, ndoshta nuk kemi mujt me taku një nga një, se cilin derisa të bjen personin që ju i keni interesat e përbashkëta, edhe ty të ndihmon e gjindët, ju e pas keni mendu ma herët se qysh me ja u lexu njerëzve këtë mundësi. Për folësit, une e përmenda paka shumë që ka me pas folës nga Kosova, nga rajoni, po edhe nga bota. A mundesh me na tregu paka shumë qysh i keni ndo ditët, qysh i keni ndo folësit, edhe kush vjen, e saf ka qenë e fshirë me siguru nga Google, unë e pash Netflix, Spotify, shumë kompanit më do, botërore, sa ka qenë e fshirë me siguru këta njerëz më në Kosovë? Nuk ka qenë e fshtirë për shkak se na veç që kemi bo një bazë dhe viteve të kalume. Mirë po, që ka kemi bo këtë vit, i kemi kushtu ma shumë rëndësi ullumtimit, gjetjes tyne, komunikimit me ta, po dhe ata kër e kemi pas dokumente, kemi pas video, kër e kam po atmosferën e Power to HR-it, janë konë dhe ata shumë entuziast me qenë pjesë, sidomos me ardhë për herë të parë në Kosovë, ka shumë falëse dhe ka shumë pjesëmarrës që po vim për 2 ditë, po kanë kërku me qëndru në ashta 4 ditë ose 5 ditë, për shkak se kanë dëshirë edhe me eksploru Kosovën edhe me pa ma shumë që ka po ndohë këto. Pra kemi falës të kompanive ndryshme botërore si Google, si që cike, kemi shqiptarën e parë që ka punu në Google, edhe për 16 vjetë e ka mbajt një rol udhëheqës në Google, edhe sot vjen edhe me shumë profesionist tjerë, Salesforce apo kompanive tjera, cilët ndajnë eksperiencat e tyne. Më pyete ma herët që munden me ndjek që kanë me sjell, e mira është sepse na i kemi 2 ditë nëse dikush e ka një keynote speech, pra një fjalim kryesor ditën e parë, ditën e dytë e ka ndoshta një masterclass, workshop, kështu që është e rëndësishme që njerëzit nëse për shkak se ka shumë sesione interaktive dhe zhvillohen 3 skena kryesore, edhe është mandej janë ato hapësirat e dedikume veç për workshop e masterclass-e, nëse nuk e mujt me ndjek një ditë, ke dash me ndjek një sesion tjetër, mundesh me ndjek ditën e dytë në fireside apo workshop. Çka është e rëndësishme Lutina është se si vjet kemi edhe shumë TEDx speakers, ka shumë falës cilët kanë marrë pjesë në TEDx në skenën e TEDx që është shumë e njoftën, dhe ata po vinë Kosovë mujnë prej offer me dëgju ato që ka ata kanë mësu, ato fjalimet inspiruse, motivuse. Kemi falës prej Lisbone, prej Spanje, prej Italis, prej Amerikës, prej vendeve ndryshme, prej Hollandës.
cilët veç tash kanë rezervu, ju kemi rezervu biletat edhe veç në ato telefonatat e fundit që po i kemi ta, janë shumë entuziast me armë Kosovë dhe me taku një komunitet si që është kjo e gjarit, po dhe shumë të rinj, cilët kanë shumë etje kështu me marrë një ori edhe ala ma treja dhe për njerëzve që janë shumë hapa para nive. Po që ka është në rëndësish me Ljotina, përveç që kemi kushtu rëndësi pra dhe këtyne fajzëve për kompanive që janë Sony, e kompanit njoftura, IKEA në botë, për neve është shumë rëndësish me pru edhe fajzë, cilët janë inovator pra vendor. Pra i kemi kushtu shumë rëndësi edhe profesionistëve ta në vendor, edhe me ju të regu, edhe atyne për i vendeve të ndryshme të botës për i kompanive të mdoja me i lidh, po dhe në anën tjetër mi të regu që të na kemi shumë potenciale dhe kemi shumë njerës që këtu në Kosovë kanë mri me kriju gjara shumë kreative dhe me qu për para në një farforme inovacionin. Pra kemi profesionisti Fisnik Ismaili, Qelik Nimani, Darsej Riza, Uranik Begu, Teuta Saaqia, janë gjithë njerëz cilët po kryojnë gjithë ditë diçka tresa i përket fushës teknologjisë dhe pra që kemi një bornin, ju kemi të regu se për drejsa mundën me pa një bornin kur kalon në Prishtinë, fajzëve botror, ju mundeni me taku edhe një profesionist, një inovator si Fisnik Ismaili dhe me ndëgju fjalimin prej tij. Po, është mrekulli kur e mendon se rretëzim mandej bët edhe mes dy palëve edhe është një mundësi shumë e mirë besoj për krejt. E përmendet që veç kanë fillu, kushdo që do me marrë pjesë marsit, a mund është me të regu mundësin, a ka vendet lira, a keni i limit të vendeve, apo ende jo, ka vendet lira edhe qysh mund me siguru vendin krejt ata që dojnë me marrë pjesë? Shumë mirë, sepse këtë fazën e fundit kemi interesim matë malë, sepse këtë po këshyrin mos po ikë mundësia, ka dhe pak ditë, derisa të mbushën këtë vendet, dhe i tash të regova kemi mbi 1000 pjesëmarrës që e kanë siguru biletën e tyne, kështu që kemi edhe pak vendet lira, mundën me hi në powertoagr.com, get ticket, aty mundën me ble biletën, edhe mundën me ardhë, edhe pak ditë deri të hanën me siguru biletën e tyne edhe me shiju këtë eksperiencë. Pa ashtu që ka shumë rëndësishme Ljotina për dallim, se dikush më pyeti çka e bën ndryshe Powertoagr për konferenca o organizimeve tjera, çka kemi marrë edhe për feedback-u të pjesëmarrësve të kaluam, sepse na gjithmonë në fund të eventit ju dërgojmë një pyetësor me mbush, me marrë eksperiencën e tyre çka ju ka pëlqyer, çka nuk ju ka pëlqyer. Kështu që na nuk shkojmë në formën klasike që i ki sesionet e ki pauzën 12:01, por na kemi edhe food court, për shkak se ata mundën marrë me pi kafe kur dojnë, me hangër mëngjesin, drekën kur ata dojnë, kështu që mund vetë me bë agjendën në aplikacion, çka dojnë me dëgju, kur dojnë me bë pauzë, kur dojnë me taku dikon. Pra nuk është klasike që tash ki me hangër buk, tash ki mu këthy, ata mujnë me zgjidh që dojnë me kalu ditën e vetë. Nëse dikush nuk dojnë heq me ndëgju asë një sesion tjeshtë, vjen aty veç për jetëzim, veç me bë kontakte të reja, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që me zhvillu ose me zgjeru rjetin e tyne profesional. Po besoj që ju veç keni për finalizu përgatitjet e fundit, se ka ardhur 6 maj vjen shumë shpejt. Sa ekipe madhe jeni ju që merreni me këto organizime, edhe sa vynë persona vullnetar, sa keni mbështetje prej bizniseve për me e bo Powertoagr këtë sa me 2026 ma të kompletum, edhe pas një gabim, ashtu mos me ju rëshit kur gjo. Na fatmirësisht jemi një ekip rreth 20 veta në zyre që punojmë, po kemi mandej edhe shumë njerëz kështu outsource që janë të angazhuar veç mas për këtë summit, është namë të hall. Ekipi është të punu intensivisht, secili të jap maksimumin që gjithçka më shku mirë dhe secili me pas eksperiencën sa më të personalizuar të mundshme. Kemi shumë partnerë cilët fatmirësisht na mbështesin edhe dojnë me qenë pjesë e këtij ndryshimi, dojnë me qenë partner që rrugtojnë me neve në këtë ngjarje. Fatmirësisht kemi bizneset cilat rrugtojnë për 30 vit, pra me neve s'po i përmendi për herë të emisionit, cilët janë stoik, nëse një herë kanë qenë pjesë në Powertoagr dhe kanë pa benefitet, sa mundën me zgjeru rjetin e tyne edhe ata vazhdojnë veç të urrit edhe ka gjithë një ma shumë interesim
cilët thonë a mundemi me ardhë, me shtandin tonë, me prezentu edhe na, ose kanë asi partner cilët vinë veç me nda një tim cilën ata dojnë me qu për para një kaus që kanë kompani, që që jemi mirë po e këtë ekipa Kosova Gjab edhe Human Power që jemi bashk, ata janë gjatë gjithë kohës janë entuziastë dhe kështë me kontribu kudo që ata munden, po kemi edhe vullnetarë cilët kanë shprej, janë të ri, janë student, cilët kanë shprej vullnetin e tyne me ardhë, me qenë pjesën e ngjarje kaq të madhe, edhe kështu që tu i bashku gjitha këto pika, po mendoj që e bojmë ekipin më të mirë të mundshëm, që se cilit mos mi mungu kur gjatë çka ju kemi premtu edhe çka ata dëshirojnë. Një e mirë shumë e madhe për Kosovën, kështu që unë shpresoj që ka me edhe pse nuk dyshoj në suksesin, krejt kjo që doni me marrë pjesë, edhe pak vende kanë mbet, kështu që power2hr.com mundesh me siguru vendin tënd edhe një zgjeru mundësitë e tua. Faleminderit shumë që ke qenë reload sot, edhe unë shpresoj që me të pa çdo vetë. Faleminderit shumë edhe unë e besoj, edhe ju presëm Power2hr, edhe po ashtu radio televizionin Dugagjini kom ju tregu për çka po flasim, mandej historinë që përgatitin ekipi. Faleminderit shumë.